Mirë, nuk ka haruar dhe media të që punojnë për këtë fest, natyrisht ta uroj, jo vetëm ajo, por edhe pak më parë ndoqëm edhe presidentën Vjosa Osmani, që në fund ka uruar edhe mediat, e ne vazhdojmë të punojmë. Mirë, pas pak do të zbulojmë dhe afritën se në cilën familja është duke bërë bajrame, ndërsa ka ardhur me bë bajram tek ne pas, vetëm me ujë të bëjmë ne, okay? Kështu që, sepse kisha ca kolega atje, Arbër, mos qesh, për kisha ca kolegë që thanë ne kemi, ka kush gatur për ne, s'kan gatur as i gjë, as Ariani, as Bashkimi, as Fleta, as Mus, më kanë sjellë ndonjë baklav. Megjithëse ti nuk je shumë i baklavave, ha? Po mu më pëlqejnë kështu, mbëlsirat në përgjithësi më pëlqejnë, po në këtë jetë besoj që nuk është çështja çka të pëlqen, po është në rëndësi çfarë duhesh me bë. Çfarë është më mira, domethënë për veten, familjen dhe shoqërinë përgjithësi, siç kemi drejta, kemi edhe obligime, kështu që edhe në të ushqyerit duhet me pas limite. Duhet me pas limite, ndoqëm urimin e të parës së kuvendit, ti kujt ja urove sot mëngjes? Ose nga kush e morë urimin? Po fillimisht kuptohet familjes, mandej shoqërisë në ngushtë dhe bona disa postime në rrjetet sociale për me uru gjithë. A urove në rrjetet sociale apo bëdhe në i këshill kështu? Po, jo nuk dhash këshill. Po nuk dhash këshill. Po ti lexojnë. Sakt, nuk dhash këshill, shkoku që mendoj e meritojnë gjatë kësaj dite, thjesht të jetojnë ashtu siç ju pëlqen aty në. Bukur, a ishe fale Fitër Bajramin diku në xhami? Fatkeqësisht më nxoni xhumi, kështu që nuk u arrit i lodhër, edhe nuk u arrit me qenë prezant. Mirë, çfarë i thua ti? Çfarë këshille jep, sidomos kur ishte muaj sheti bekuar, natyrisht muaj Ramazanit edhe e peqë e ka thyer ato rregullat në një farë mënyrë, ose për shembull vjen dikush sapo ka ngrënë iftarin e don me hy, a lejohet me hy në vegla në fitnes me ushtru? Po zakonisht paralelisht kam jep këshillat të vazhdueshme, siç e dim pasi që të ushqimi i nevojitet kohë afërsisht 2 orë, 3 orë për më tret, pastaj është koha për ushtrime, po mbi të gjitha është me rëndësi me ditë tash e tutje çfarë duhet të bëjmë si domethënë si njerëz. Tash e tutje sepse tash teprojmë ne shqiptarët, po tash është pikërisht ai qëllimi në rast se dojmë përfitu prej këtij një muaj që kaloi Ramazan, ato e shohim që ka pas shumë disiplinë, ka pas rregull, edhe ajo duhet të na shoqëroj në vazhdimsi. Në rast se tash e teprojmë këto 3-4 ditë ose 5-6 ditë me ëmbëlsira, ndodh që na bëhet kjo zakon tash e tutje. Duhet me pas kujdes mos me thy krejt limitet ashtu, domethënë pa kontroll, shkaku që mundemi me harrua disiplinën që kemi pas sfundi. Për shembull, këtë djalin që ti ke përballë që jep shpeshherë këshilla që unë të falenderoj kështu tani live, megjithëse unë i përkas një besimi tjetër. Po. A di që më hanë shumë hurmat dhe nuk i ndaj dhe ca javë më pas muajt e Ramazanit, me që ka në treg shumë këto hurmat Po fatmirësisht urmet e dim që urmet kanë vlera ushqyese shumë, edhe në treg mund t'i gjejmë vetëm gjatë Ramazanit. Kjo domethënë edhe një javë pas e që. Po, edhe një javë pas. Domethënë është me rëndësi me shfrytzu mundësinë, gjithë me konsumu derisa kemi mundësinë edhe janë treg. Domethënë problemi është më pas kur vijnë këto festat, janë teprimi, sidomos tek ëmbëlsirat apo jo. Sakt. Ti sot për shembull ke nisur mëngjesin, si e ke nisur? Mëngjesin vetëm ujë kam pi, po, shkaku që jam zgjuar vonë. Prandaj të sullon vetëm ujë dhe ta vazhdosh me ujë. Faleminderit. Mirë, shumë këshilla, domethënë që jep edhe thashë të tjerë ti marrin, mes të tjerave ti thua, e pash një postim tëndin që thua që po i bëhet këtyre suplementeve, po i bëhet një marketing jo aq i vërtet.
Je më shumë tek ushqimi se sa të përdorësh ekstra diçka tjetër. Po, si zakonisht çdo herë. Tek ushqimi i shëndetshëm. Si çdo herë i këshilloj, unë kom po dhe profesionist nga afër, domethënë profesionist botror edhe kom po thjesht çysh veprojnë ata. Fokusin kryesor e kanë tek ushqimi. Edhe suplementet janë thjesht mundësi shtesë, po jo që bëjnë mrekullina. Zakonisht nëse e pin një whey, ose një skup whey 30 gram protein, atëherë i bjen sikur se mi hongër për shembull 5 whey. Domethënë nuk ka ndaj mrekulli që arritin ato, po arritin njëjtë sikur se arrin vezët. Po është thjesht me përmbushat në rast se është dashur me hongër 5 herë në ditë, ti ke hongër 4 herë, atëherë me një sasi të suplementeve përmbushat normën ditore. Po çdo herë duhet të fokusohemi në ushqim të shëndetshëm. Ti vetë nuk e përdor asnjë suplement apo nuk përdor në momentin? Jo, unë kom përdor krejt lloje të suplemente, nuk e di a ekziston diçka që nuk e kom përdor. Po ajo më ka ndihmuar që tash thjesht me mujt secilin me këshillu në mënyrë drejt, cila është e mirë për të, cila s'është, kështu që ka qenë e dobishme përdorimi i gjitha atyre. E gjatë festave, një tjetër pyetje kam unë që përveç se mbyllen shumë biznese këtu në vendin ton, edhe fitneset mbyllen. Po. Fitnesi jut atje në Mitrovic, gjithë fitneset Mitrovic janë të mbyllur gjatë kësaj feste. Kështu që po mendoj që njerëz këtë ditë festojnë. A ka nga ata si puna ime që duhet të jetë e hapur për shembull, të kërkojnë me qenë e hapur? Po ka edhe tillë që kërkojnë me qenë e hapur, por ne çdo herë duhet të shikojmë shumicën si veprojnë. Ata që han baklavs, do marrin me tret. Po besoj këtë ditë të gjithë festojnë, edhe nuk mendoj që duhet njëri me qenë aq strikt në përgjithësi në gjitha sferat e jetës, po duhet edhe pak ta shijojmë jetën, edhe të shkojmë pak për çefi edhe të tjerëve. Mos bëhemi çdo herë ata që i bezdisim ndoshta të gjithë tjerë me disiplinën tonë. Pak më parë që natyrisht ne u lidhëm edhe tek urimi i kryetares së kuvendit, ishim duke folur për kulturën e mbajtjes mirë në formë të trupit. Kush po e zbaton më shumë sot për sot në Kosovë? Janë djemt apo vajzat, janë burrat apo gratë? Po besoj të dy gjinit shkoku që tash është bërë temë diskutimit. Domethënë edhe ka shumë tillë që po ushtrojnë edhe po kanë sukses, momentin që ka shumë tillë që duken bukur, atëherë aty shtohet edhe lakmia e tjerëve për më dokt ashtu. Kështu që gjithë jemi të interesuar, besoj. Edhe kjo është e mira e saj, kjo është ajo që po na jep shpresa që fitnesi po bëhet kulturë në vendin tonë. E më strikt, më të bindur kush janë? Po besoj më të bindur janë femrat. Femrat, Mirë, ti zakonisht ushtron femrat apo edhe... Po i ushtroj dy gjinit, po ata që janë serioz, ata që kërkojnë tamam sukses, klientët zakonisht i përzgjedhin, nuk ushtroj me secilin që ka dëshirë, por ushtroj me ata që janë të vendosur për ndryshimet e tyre personale. Në familje të kërkon dikush që ta ndihmosh? Po jo, zakonisht ne kur e kemi dikën ose diçka në dispozicion nuk e shfrytëzojmë, edhe nuk është që e vlerësojmë atë shumë, e kemi për shembull ka raste kur... Shikojnë ty edhe kaq, kënaqen këtë fakti. Për shembull ka raste kur dikush prej familjes e ka dikon mjek edhe e këshillon, po prap nuk e merr atë këshillën shkaku që e ka shumë atë afërsinë. Ma shumë dëgjojnë ata që nuk të kanë afër. Binden më shumë ata. Shumë më shumë. Interesant. Mirë. Dhe kohët e fundit natyrisht ekspert fitnesi, është një grad më shumë? Po ekspert fitnesi në kupton jo vetëm të trajnosh ose të ndjekësh një sistem, po të bësh krahasimin në sisteme ndryshme. Unë siç besoj e dini,
unë kam pas fat edhe kam pas eksperiencë me mbi 30 trajner botëror, ku secilin e kam analizu veçmas dhe kam marrë në një përfundim caktun. Do më thonë, kjo studimi e gjithë aty në sisteme që ekzistojnë në sferën e fitnessit, mendoj që të bën të quhesh edhe eksperti i kësaj sfere, duke përfshirë edhe trajnime të ndryshme, kështu që ekspert fitnessi nënkupton pak më shumë se sa vetë një trajner i cili i trajnon klientët. Por ti edhe ekspert gjysor, më duket. Po, jam ekspert gjyqësor. Këpo ushtron më shumë. Jam ekspert gjyqësor për geodezi, do më thonë, ka të bëj me sferën e kadastrit, po i bëj krahasimin e dy profesione, sepse në dyjat kërkohet që të gjejmë diçka që nuk është të zakonshme. E ku po e gjenë më shumë të jashtëzakonshme në të dyja? Besoj në secilën sferë tjetës ekziston diçka që tjerët nuk e shohin. Interesant. Mirë, si është një ditë për një ekspert fitnessi, për shembull, e nis ditën, ne flasim jo kur është Ramazan, por një ditë tjetër. Po zakonisht ata që duhen me pas ndryshimet mëdha duhet me qenë strikt. Në mëngjes zgjohen për shembull në ora 6. Ti zgjohesh në orën 6. Unë zgjohen në orën 5, shkako që unë po edhe fali sabajin fillimisht. Edhe tani e konsumoj për shembull 6 litre ujë, pres gjysore, shkako që ai uji e bën pastrimin e sistemit rec. Në momentin që pas gjysore ushqemi, duhet të ushqemi zakonisht me vezë, me dritra. Puna, ju na i keni rritur çmimin e vezës. Po shkako që tash po kërkohen shumë më shumë. Po kërkohen shumë më shumë. Pikërisht kjo është një prej shenjave që fitnessi po bëhet kulturë. Shkako që shumica janë. Po konsumojnë shumë edhe po përmenden vezët. Domethënë mëngjes zakonisht konsumohen ushqimet që treten lehtë, që përmbojnë protein, karbohidrate, vitamina, minerale, që nënkupton për shembull vezë, drithra me qumsht, pastaj duhet të ushqemi çdo 3 orë. Në secilin racion që nënkupton afërsisht 5 deri në 6 racione, preferohet 6 racione gjatë asoj dite. Në secilin racion duhet me përmbajt protein, që është vezë, misht bar, misht kuq, gjizë. Pastaj duhet të përmbaj karbohidrate që nënkupton orez, patate, pasta integrale dhe vitamina minerale që nënkupton pemë dhe perime. Pastaj varësisht qëllimit që e kemi, ose me humb peshë, ose me mirëmbajt peshën aktuale, ose me shtu peshë, edhe përcaktohet sasia atyre. Domethënë gjithë duhet të ushqemi 6 herë në ditje, por në varet nga qëllimi sasia e secilit racion. Pra, jo një ditë në një... Këto vakte nuk janë për Fitir Bajramin për fesën, e? Jo, se për ambyll dikush televizorin dhe qa po thot ky jo, mendoj që gjatë festave, po zakonisht edhe në jetën e përditshme, një ditë gjatë javës, çdo 2 javë, për shembull preferohet me bë quhet cheating meal, domethënë është një racion që thjesht e tradhton atë dietën që e duke bërë, sepse edhe ndikon pozitivisht në organizëm, thjesht e çrregullon atë sistemin e habit trupin, edhe ajo llogaritet si një restart i trupit, kështu që pastaj ndikon edhe më mirë ai regjimi pas një prishje të dietës. Një pyetje nga regjia, Maksi. Patjetër. Jo, e pyetja e fundit, mos harro. Po. Masa mësina, a me pijen e famshme të zesë që ka thonë Dobson. Coca-Cola. Që kemi diskutuar herën e parë, apo jo? Po besoj, si që thash sot, ja vlen, me kalu limitet, me thy limitet që i kemi gjatë ditës, edhe ta shijojmë në atë mënyrën, pse ne si shoqëri zakonisht kënaqemi me diçka që nuk ka rregull, e dim Kosovë shumica vendeve nuk kanë rregull, fatkeqësisht, edhe ne si shoqëri kënaqemi me këtë. Tash e kemi pa edhe sfundi, jemi në vendin 16 në gjithë botën të lumturisë, lumturia kryesisht. Po besova, shkako që neve na pëlqen mos mbajtja e rregullave. Neve na pëlqen rregulla dhe bëjmë festë.
e lirë, kështu që në Kosovë e dim që nuk ka rregullat shumëta, domethënë mundesh me nal kerrën midis rrugës me 10-4 treguste dhe me shku me ble, për shembull 3-4 buk, edhe kjo fatkeqësisht jemi ne, që besoj duhet të përmirësohemi në këtë aspekt. Pavarësisht që rezultatet janë shumë të mira, po janë rezultate që bazohen në lirinë e tepërt personale që kemi. Mirë, më thuaj për shembull, si ta kuptoj unë, ose çfarë nuk mungon në një tryezë festive, qoftë edhe për Fytyrë Bajram, ku është shtruar nga ti, nga një ekspert fitnesi që ti e shikon, këtë e ka bën me siguri dikush e merr vesh nga fitnesi. Po, zakonisht patjetër ujë, në secilin racion ushqimor, pavarësisht qëllimeve, me shtu peshë, me mirëbajt peshën ose me humb peshë, duhet me qenë proteina, sepse proteina është ajo që e mirëmban, e rindërton muskulin. Proteina, si që thash, në kupton mishi bordh, peshku, mishi kuq, gjiza, vezët, kjo duhet me qenë secilin racion gjatë tërë jetës që ne konsumojmë. Pastaj këto tjerat janë thjesht opsionale. A je ti mendimi që ne teprojmë nga një edhe për festa ku flasim edhe për tryeza plot për plot? Pavarësisht themi që nuk kemi ose çmime të rritën çdo produkt, ama ne kemi super të tjerë të huajt na thonë këtë. Ne si shoqëri e teprojmë çdo herë, ne ose jemi ekstrem ose jemi mesatare, nuk kemi si shoqëri. Kështu që po e teprojmë, fatkeqësisht ka shumë raste që edhe gjatë Ramazanit e teprojnë. Edhe pse Ramazani është për me na mësu që shpesh mjafton pak për me mbjetu, me jetu shëndetshëm, ne prapë se kemi agjeru tërë ditën, atëherë në iftar në vend një racioni shpesh i hojmë 2 racione edhe e teprojmë në këtë aspekt, që thjesht e humbim atë shpërblimin që i dashur me fitu gjatë një agjerimi, sepse agjerimi ka të bëj gjatë asoj ditë, nëse ti nuk ushqesh, energjia shkon në rigjenerim të organet brendshme të trupit në tërësi. Po derisa ne ushqemi, atëherë shumica e energjisë shkon në përpunim të ushqimit. Kështu që kur ne nuk ushqemi, atëherë mbet energji të mjaftueshme për mu rigjeneru. Në rast se ne teprojmë në iftar, atëherë thjesht pe humbim atë shpërblimin që ish dashur ta fitojmë gjatë asoj dite. Fatkeqësisht, vitet e fundit, më duket edhe vitin e kaluar, sidomos pas Ramazanit dhe pas festës së Fytyrë Bajramit, kemi parë emergjenca sidomos në Prishtinë mbushur plot. Ndoshta edhe nga kjo pakujdesia duke ngrënë shumë. Nëse një shok joti ose një shoqe që ti e ke ushtruar dhe të merr në telefon, është në spital ose të shkruan dhe ti e kupton me njëherë që ai ka përfunduar atje se ka tepruar, çfarë i thua? Po besoj nuk është koha po ta kritikojmë në ato raste. Po thjesht urojmë që në fakt urojmë që mos ndodh, mos flasim të festa sepse këtë kisha në mendje, urojmë të mos ndodh. Po zakonisht momente të këqija të njerëzve në përgjithësi ose në momente stresuese nuk preferoj të kritikoj ata, të motivoj, por në përditshmëri kritikën e kam primare. I pret kur vjen fitness, kam thënë, nëse ka shpëtu mirë, sepse kemi parë dhe kemi dëgjuar që ka pasur probleme pas zora qorre e të tjera probleme të tilla. Mirë, pyetëm pak më parë ekspert fitnessi edhe ekspert gjyqësor dhe titulli tjetër ekspert ku të shohim? Përveç me mendime shumë interesante, me këshilla shumë interesante që po t'i marrin. Unë zakonisht të mirë në shumë me biznes, edhe më pëlqen shumë biznesi, po besoj kom përvojë mjaftueshme dhe sukseset mjaftueshme që shumë lehtë e di, domethënë të identifikoj dobësitë e një biznesi, si shembull. Po siç e thash, mentaliteti është më rëndësinë. Momentin që ti e ki atë mentalitetin me gjetë të fshehura në një sferë caktuar me mësu çdo ditë për atë sferë, atëherë ti mentalitetin e njëjtë e ke edhe në sfera tjera. Kështu që kjo është përparësi, ose e ke atë mentalitet që don me studiu, don me mësu, don me ndryshu, don me përmirësu, ose nuk e ke. Urojmë që të mos urojmë. Ndoshta
është edhe dëshira jote që mos të bëhesh ndonjë ditë ekspert politike. Jo, kjo sfera, po. Edhe pse sot e ku mendu se një shok më tha pse nuk... Ne kuptojmë përsëri, mos ta njën. Ama në kuptojmë si ekspert fitness. Po zakonisht në Kosovë mendoj që i ka hub vlera edhe politikës, edhe mendoj që njerëz që janë drejt, janë sinqert, mendojnë që të rrinë so ma larg politikës, sepse dhe pikrisht ajo është që mu më bën për mos me mendu këtë aspekt. Mirë, më jep një përgjigje, kam një 3 pyetje flash, vetëm njërën në zgjedh. Për ty është më mirë ujë rubineti apo në shishe e bler? Këtë rubineti s'pe kuptoj? Ujë që vjen nga në qesme, ta më në qesme. S'po më binte. Po tash ko pajisje që pi integrojnë, do më thonë, edhe në këto qeshmet, po, edhe pe pastrojnë ujën. Do më thonë, besoj që është e njëjta... Ujë që vjen nga kompania ujësielësi. Po, mendoj që nuk ja vlen, shkoku që unë shë edhe në tush kabinë, shë që gjatë çdo ditë duhet me pastru atë qeshme shkoku që bëhet me gëlqere. E pikrisht ai uji njëjtë është cilin edhe e kemi në kuzhinë, cilin e pim. Kështu që ajo është kogja shqetësuese është kjo çështje, sepse shohim çdo herë në banjo ka gëlqere çdo kohë. Po ju në Mitrovice kërceni shumë ujë, hapni një herë ato rubinet, ato të qesme. Të qarkullojnë ujë. Po ne si shoqëri besoj që nuk jemi shumë të ndërgjetshëm, edhe e keq përdorim shpesh, e shohim verës gjithë duke pastru rrugët me ujë të pijshëm, kështu që shpresojmë që kjo të përmirësohet. Të ofrohet baklava apo trileqa këtë zgjedh ti? Po besoj baklavën. Baklavën. E bërë nga kush, nuk na ke thënë. Po nuk ka lidhje, po vetëm duhet të bëhet nga ndonjë gru, si kurse nëna ose gjyshja, shkoku që këto baklavat moderne ka ndryshu shumë. Dhe fundit fruta apo perime? Të dyja, po ma të rëndësishme janë perimet. Perimet. Po. Mirë, edhe njerë urime festa, faleminderit shumë që ka ardhur sot me këto këshilla shumë interesante.